unë mendoj që gjëja më e rëndësishme te unë çka ka ndiku është modelimi i nanës, për shkak që unë jam rrit vetëm me nanën. Fati jam i hidhur që në luftë para syve na kanë vrarë babën, edhe atëherë isha pa mbush 9 vjet hala. Dhe noni jem ishte me 10 fëmijë, ishte në atë kohë 36 vjeçë sa unë sot në rastin kur humbëm babajin, dhe ka qenë një jashtëzakonisht dhënsh, tash 73 vite që asnjëherë nuk ndalet trupi i saj. Edhe unë mendoj që modeli jam, psikologjinë tem ka qenë gjithmonë nana, me veprimtarinë, me punën, me heroikën e saj që ka vazhduar jetën. Dhe mendoj që çaja ka qenë gjithmonë e regjistruar në trurin tem që unë dona me bëj jetën tem për vete. Edhe shpesh e gjej veten tem që mendoj që gjithmonë funksionon pritja për vetes tem, jo për burrit, jo për shoqërisë, ata kanë janë mekanizma mbrojtës për mua, po gjithmonë kërkesën kryesore ja vrashtroj vetes. Çka do që du me arrit, qoftë në jetën e fëmijëve, qoftë personale apo familjare, unë pritjet i kam gjithmonë për vetes. E pës veten, a e dën po, a ki mundësi, a ki forcë, a ki energji, a ki ku, i llogaris krejta mundën, pastaj filloj edhe marr si mision. Me qenë se ceke që keni fatkeqësisht e keni humbur babain gjatë luftës, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që nana ju i ka has gjatë kësaj periudhe, sepse është vërtet vështirë, sidomos me një numër kaq të madh të fëmijëve. Do t'i kombinoj dy sfidat, nanës edhe të mia, sepse ka qenë sfidë jashtëzakonisht edhe për neve fëmijëve. Në gjitha sukseset, po filloj me personale me dalë te nani që i ka shumë atrajnë dhe të mijat. Në gjitha sukseset e mia ku kujtojnë kujtimet e mia të para si bachelore e psikologjisë kur isha vitin e parë, vetë 4 cimeri ishëm të studiu psikologjinë dhe ndodhte që ndoshta unë merrsha 9 ose 10, edhe s'kishte kusht më hap derën të më gëzoj për atë suksesin tim, ku çdo natë m'ja merrsha shumë lakmi, nuk xhelozoja, po kisha shumë qef me kon sigurisht fati shoqeve ose kolegëve të mia që ndoshta nëse kanë marrë ndaj notë më të ulët ose më të lartë kanë pas çdo herë babën që i nxjerr dhe ish problem për provimin e vet. E mos tam ku është diplomime, mos tam ku është karriera, mos tam ku është punësimi, mos tam ku e mos tam ku është koha kur unë kom prindru dhe ju më bonon. Në për krejt të qasët jetës ka qenë jashtëzakonisht e madhe mungesa e prindit. Sepse kam gëzu fatin që kom pas një baba që kush e nje, kush ka qenë babi jam, që lë Zotin ta takojnë xhenet, mjafton unë ndrenicë, mi thonë jam vajza avdyllit edhe me pasat krenarina e din çfarë babe ke pas.